Nëse do të të lartësoj Zoti, përulju atij, adhuroje atë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an për Merjemen, nënën e Isait alayhis salam. Ja Maryamu inna Allah astafaki, oj Merjeme, Zoti të ka përzgjedhur ty. Më pas çfarë thot Allahu i lartësuar? Ja Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi, oj Merjeme, bindju Zotit tënd dhe bjerë në sejdë. Vlla dhe motër, nëse do të të lartësoj Allahu i lartësuar, atëherë trego thjeshtësi për Zotin e qetësisë, për ulju Allahut të lartësuar. Njerëzit më të dashur tek Allahu i lartësuar janë ata që kanë njohuri më së shumti për Zotin e qetësisë, janë ata që i përulen atij, janë ata që bien sa më shumë në sejdë ndaj krijuesit të qetësisë. Prandaj, vlla im, motra ime, le të shtojmë sejdët, le të mundohemi, të përpiqemi, të afrohemi tek Allahu i lartësuar, të përulemi tek Zoti i qetësisë, nëse duam nderim këtë botë e nderim dhe lartësim të përjetshëm në botën tjetër. Allahu na mundësoft nderimin dhe lartësimin e përjetshëm në botën tjetër. Amin.